The Simpsons e parashikuan sërish detaj i frikshëm nga viti 2000 që lidhet me ishullin e Jeffrey Epstein. Shikuesit e vëmendshëm të serialit të animuar The Simpsons kanë rikthyer në vëmendje një episod të vjetër duke vënë re një detaj që sot po interpretohet si jashtëzakonisht shqetësues, aludimi për ekzistencën e një ishulli sekret në pronësi të pedofilit të dënuar Jeffrey Epstein. Bëhet fjala për episodin e sezonit të 12 i transmetuar në vitin 2000. Në këtë episod, Homer Simpson krijon një faqe interneti anonime për të shpërndarë thashë theme dhe teori konspirative duke përdorur pseudonimin ZC. Mes bulimeve të Homerit shfaqet një njoftim enigmatik që flet për disa të çmendur në një ishull që sundojnë fshehurazi botën. Ky detaj ka nxitur spekulime të shumta pasi shumë shikues e kanë lidhur drejt për drejt me ishullin privat Epstein në ishujt e Virgjit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili u bën famkeq vite më vonë. Skena në fjalë shkruar nga John Swartzwelder e drejtuar nga Mark Kirkland përmban tekstin vëmendje. Disa të çmendur në ndonjë ishull sundojnë botën fshehurazi. Rikthimi i këtij episodi ka shkaktuar një valë reagimesh në rrjetet sociale ku përdoruesit kanë shprehur abi dhe frikë për ngjashmërinë me ngjarje reale që dolën në dritë shumë vite më pas. Mbeta pa fjalë pas këtij episodi, ky nuk është thjesht një serial, por një pasqyrim i realitetit. Ata duke se dinin gjithçka. Janë disa nga komentet që qarkulluan online. Ndërkohë disa përdorues të mediave sociale kanë shkruar më tej duke pretenduar se krijuesi The Simpsons, Matt Groening, dyshohet se ka udhëtuar në të kaluarën me një nga avionët privat të Jeffrey Epstein. Këto pretendime mbetën spekulative dhe nuk janë shoqëruar me prova zyrtare. Megjithatë, edhe një herë The Simpsons po përmendet si seriali që parashikoi ngjarje të errta të realitetit, duke nxitur debate të forta mes fansave dhe teoricienëve të konspiracionit.